NATO nuk kishte asnjë rol në procesin e konsultimit në lidhje me deklaratën për forcimin e bashkëpunimit mbrojtës, e cila u nënshkrua pak ditë më parë midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Kështu ka thënë për të përditshme në Madazeze VST, një zyrtar i NATO-s i cili u deshi të identifikohet me emër. Duke ju përgjigjur pyetjes se si është marrëveshja në Aleanca Veriatlantike, anëtarët së cilës janë Shqipëria dhe Kroacia, dhe nëse nënshkrimi i këtij dokumenti tregon për dobësim të besimit në Aleancë, ai tha se deklarata përfaqëson një marrëveshje trepalçe midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ne jemi të njohur me të, por NATO si organizat nuk është pjesëmarrëse në të. Prandaj nuk ka pasur asnjë rol në procesin e konsultimit. Për çdo koment shtesë lidhur me këtë ju drejtoj tek institucionet në Kosovë, si dhe tek autoritetet e Shqipërisë dhe Kroacisë, tha zyrtari i NATO-s. Ky zyrtar thekson se Shqipëria dhe Kroacia kanë kontribuar për stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor për shumë vite, duke përfshirë edhe angazhimin e tyre në kuadër të misionit të NATO-s KFOR në Kosovë. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan marrëveshjen më 18 mars në Tiranë gjatë një vizite të ministrit e Jug Maqedonci dhe atij kroat të mbrojtjes Ivan Anušić. Deklarata, siç u tha nga ministri përkatëse të mbrojtjes, thekson rëndësinë e një përgjigjeje të përbashkët ndaj sfidave të sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rreziqeve të tjera që mund të rrezikojnë stabilitetin e rajonit.